Ora ngele tu qasi e zoku deti tiu. Çe ke vlla? Çe kujtoti se është rasti kjo si? Po Rama që i morshat ligat e mort nga ditë e juja, e dinte këtë gjë vlla dhe mori masa. Mori masa dhe ai doli të keqis përpara në ngriti rrokat. E filloi ka rrokat e deputetëve nga shtresa nalt. Po seriozisht ata kanë makina me motorë 6 mish. Po, me këtë naftë është tani thë. Me kaq se ka vënë çmimi i naftës, ç'a do ti lej makina mes rrugës e në mos vin parlamenta jetë ngelen ligje pa miratuar. Ashtu është. Masë ne vazhdojmë me ngritjen e pensioneve, filloi të ngrej pensionet me ka 2800 lekë. Mos e duket çka ka ju. Po mirë, aty deputetëve arriti nga 1 milion e ca 2 milion për herë, ty nga 2800. U kaput domethënë. Po ç't boje ai tash, ç't boje se buxheti i njëjtë ishte, po pensionist ka shumë, deputet 140 janë valla, buxheti i njëjtë ishte, po pensionistëve çket ka 2800 lekë ora. Peston për numrin, sa janë, janë 140 deputet po. Për shembull, janë 3 milionë euro buxhet për deputetët, 3 milionë janë për pensionistët, po ora ka 2800 lekë, ç'a po? Po ja shumë. Pra ne po them. Po mirë, s'ka bërritje. Po tjetër çka ka rrit tjetër? Si çka ka rritë, po rroga minimale valla. Ku? Rroga minimale ka qenë 450.000 lekë. E ka bë 500.000 lekë, u jep 500.000 lekë çdo rrogtar i ndon Rama që i moshat ligat e mor ka ditë e juja. Ore dale se në privat nuk i paguan Rama ato, burr tani vashti. Ja u jep Rama më të thonë se po mos ta mirato te Rama, po mos jetë Rama urdhër, do t'i merreshin nga 500.000 lekë ta. Ja valla ai Pa ç'a thua. Na 200 do jepnin siç ka dhënë. Po ç'a thua valla. Çka kujtohet çikon e Berishës. Kujto. Ka sa merrnin. Çetë fol. Po berberat e loma. Do i rritet rroga dhe berberve, do t'u japi Rama që i morshat ligën e mort ka ditë e juja nga 750.000 lekë në dorë, gjitha 50. Po si? Nuk e fillu ka 750 se mund të morin në më shumë. E aty kanë vetë në dorë për shembull. Se do mund të jetë në berber që ja çon rrogën vetes vet i 1.200.000 lekë. Nuk thot gjë Rama. Çoja. Ama po 750.000 lekë krap. Jo, aty mire ka se po mos i hapi aq rrogën Rama do rrisin çmimin e qethjeve. Po çaj jeto fola valla se ja, me që kam në listën këtu se atë po shtypsha. Trajnerët e jogës për shembull, disa do morin apo jo? Kujtore? Trajnerët e jogës, ata që të mësojnë të bosh joga kështu. Gjërat pasurish. Po çelat fosa do t'u japi Rama aty në çdo muaj ka 800.000 lekë, çkapram. Ndore valla. Lekët kesh në dorë. Po prene po them valla. Ka të rëndësishëm janë ata domoshta. Po çetu fola valla. Po mira në zanat që njohim, jo kështu yoga, ku ti unë. Marangos valla, ja, se më doli aty ku duhet. O çaflesho. Gjafa, gjyshi jot që është marangos. E diti sa lek do mori, prit të shofi çik këtu. 800.000 kokra leku më dorë, të këpram t'ja dhe japi Rama. Biles, nuk ka nevojë Gjafa të shkoj fare në bank me ulodhere. Do t'ja çoj Rama aty ke bilardo ke tani. Vetet Gjafa aty, pije një dopja për qef, bojë një 3 loja bilardo, e ne merr 800.000 lekë e fut në xhep. Të këpram. Do bëj lek Gjafa. Po ti mirë ka kylla, po Gjafa është 90 vjeçë, ka dalë pension edhe, ç'a thotë? Bojona ja ka fajin vetë valla. Pa ka punu më kohë salës ai. Spriti ai sa të merrshim në pushtetin e merr 800.000 lekë. Çfarë bën vetë? Po si të priste, ta lodhe kohë. Po priste vra, mos punon atëre. 30-50 vjeç që. Farmaciste për shembull, e di disa do t'ja u boj rrogën Rama, disa lekë do t'u japin muri Rama vetë në dorën e vet. 1.150.000 lekë. Po, dorë 50 çka pam çka pram. Paska te pru fare këto. Jo, deri këtu jemi mirë, po e di ku e ka te pru. Ke kirurgët vlla. Ç'a thua? Ke kirurgët e ka hap thesin. E ka lçu dorën fare. U çmen pronari i Shqipërisë ka lçu dorën ke kirurgët. Ore shqyre valla se po iknin në Gjermani valla, shqyr që arriti rrogat atyre. 2.150.000 lekë. Oh, do hapi Rama dorë, ha? Ndar. Ç'a thua? Pa menu fare se ç'a morin vetë kështu në për kështu. Çfarë folë valla? Aty do bite korrupsioni me shumë. Urna? Jo, asnjë. S'ka korrupsion, s'ka. Ku ka korrupsion, me si falas? Jo, shiko, me këto që po thua ti të vej nafta 5.000 lekë se 7.000 të vej, nuk e një fare se ka ngrit mirëqenien, ka ngrit rrogat, ka ngrit. Ore, hajtë jep lekun valla çfarë. Ore, por ne të që bëjmë emisionet të na hapin në gjëra apo për media valla i ta pyes kem media radh, ta pyes, ta ngjoj domethënë se për pyet. E nëse pyet dot e kupton. Mediave mund t'i japi ca mediave, por ne që shajm atë që ka smon çik. Për çfarë ju kishte marrë drejtë ju si emision, po që jeni kështu si asnjans. E ne thon pastaj damotja tha ç'a fleshi çfarë. Ç'a damote me këtë mirëqenie e ne 13.000 lekë dhe kile damotes, nuk e nia fare. Nuk e nia hiç. Po çe të folë valla. Se e dite.
Ja nuk hati huna, do plasi luftën Po Iraba. më fal, nga e mori veshin për luftën. Ka nuk hati ai. Është i gjatë e ka parë. Ka nuk hati ai Elamo, ai e Po dinte. është i gjatë shikon të ardhmen ai, prandaj. Filloi Izraeli me ritme gazës vjet. Tha i ka për Trumpi Iranit tha. Orë të i ka thënë në gjë vagan tani që erdhi. Dhondri, po çfarë erdhi këtu? I ka thonë. Ishte vetëm gruaja. Është babi me neva. Në telefon Dhondri, në telefon, se e mori i tha do dërgoj çik grun tha. Ma respektoshi çik tha mos më lesh vetëm aty tha. Po që hapni syt tha me çmimin e naftës se do ngrihet tha. Fap ngriti buxhetet ky, edhe pensionet 1800 lekë më shumë. I doli të keqes para dha. Para mbrapa anash lart poshtë. Pa i për këtë dhem po munohet se vet ku ti çoj mo ai Elamo. Çe tu fole Po valla. valla ai s'ka ku ti çoj më po ne. Çe valla.